Miq të dashur, a e dini se kur e kaloni frikën për gjithmonë, kur të kuptoni që jeni pjesë e Zotit, dhe në atë mënyrë dhe në atë moment më mirë, me thonë e kuptoni që nuk ju ndodh asnjë gjë, sepse çfarëdo që ju të kaloni, ju jeni pjesë e tij, domethënë ju ktheheni prapë tek Zoti, dhe kjo ka qenë pika më kryesore një jetën time që më ka nis shërimi im i plot, sepse sado që unë kam pas angst dhe depresion, në momentin kur e kam kuptuar që Zoti është me mua, gjithçka që unë jam duke përjetu, është duke përjetu shpirti im, sepse ka vendosur më rrit, më forcu. E di shumë mirë që nuk është e lehtë, e di shumë mirë që në fillimet e juja do thoni, o, kjo e ka të lehtë me fol, por ju kuptoj 100% sepse kam kalu vetë.